Shkodra padyshim që është vendi ku shquhet për humorin dhe ka një humor të veçantë dhe i takonte ky festival që me të vërtetë të zhvillohet në Shkodër dhe bëjnë shumë mirë që organizatorët e këtij festivali janë vetë shkodranët në këtë festival mbar kombëtar. Të bësh humor është e vështirë. Prandaj edhe mua më pëlqen kjo gjë që shkodranët kanë gjetur të zhvillojnë gjën më të vështirë, humorin. Dhe humori është i vërtet kur ka problematikën e vet, kur ka pikësynimet e veta, kur ka mesazh që i jepet spektatorit për të gjithë çka që ndodh rreth e rrotullt. Dhe gjëja më interesante që është në këtë festival është sepse janë mbledhur nga gjithë anët e Shqipërisë, kanë ardhur humoristë të cilët zhvillojnë kush me parodin, kush me skeçin, dikush tjetër me monologun dhe të gjithë së bashku krijojnë një atmosferë tepër interesante që spektatorit vetëm dorë të roket edhe buzëqesh. Pra kjo është gjëja më interesante. Gjithmonë humori ka një tendencë goditëse, ka një tendencë për t'u tallur dhe sigurisht në një vend që është gjithmonë në progres ndihmon shumë humori që do godas gjithë ngjarjet, faktet, gjërat që ndodhin jo në mënyrë të rregullt, jo në mënyrë të bukur, jashtë ligjeve dhe rregullave që ka shoqëria, gjithmonë humori i thumbon këto vetëm e vetëm për t'i sjellë ato në vendin e vet, në vendin e ligjshëm, në vendin e preferuar që të tregojë që kjo shoqëri gjithmonë është në progres.